Një sherr mes disa të miturish në Durrës ka përfunduar me plagosjen e rëndë me thik të njërit prej tyre. I plagosur ka mbetur shtetasi me inicialet EB, 15 vjeçar, ndërsa autori i ngjarjes është shtetasi me inicialet MK, 14 vjeçar, i arrestuar nga policia. Ngjarja ndodhi mesditën e së martës në lagjen numër 14 të qytetit Bregdetar në rrugën Lugina e Karavastas. Shkak për konfliktin ishte një koment në rrjetet sociale. Fillimisht, dy të miturit u përplasën duke ofenduar njëri tjetrin në shkollë, duke vendosur më pas të sqaroheshin pas mësimit. Pas përfundimit të shkollës, 15 vjeçari i cili u plagos kontaktoi 3 shok të tij, të cilët pasi morën makinën dhe shkopinj hekuri, shkuan në vendin ku ishte planifikuar takimi për t'u sqaruar me 14 vjeçarin. Dëshmitarët në vend ngjarje kanë konstatuar 4 të rinj, përfshirë 15 vjeçarin, të cilët kanë dalë nga makina duke sulmuar me shkopinj hekuri një grup prej 3 personash, përfshirë 14 vjeçarin, autori i plagosjes. Në momentin kur kanë ndërhyrë të pranishmit për t'i ndarë, 15 vjeçari ka ndier dhimbje dhe kuptoi se ishte plagosur me thik në bark, duke dalluar edhe gjakderdhje. Ndërsa 14 vjeçari dhe një shok i tij kanë qenë të gjakosur në fytyrë prej goditjeve me hekur. 15 vjeçari, i goditur me thik afër zemrës, është dërguar me urgjencë në spital, ku ndodhet në reanimacion duke marrë ndihmë intensive. Ndërkohë, ndaj autorit të arrestuar rëndojnë akuzat për veprat penale të plagosjes së rënd me dashje dhe mbajtje e armëve të ftohta.